Në redaksinë e televizionit Ora News kanë bërritur një video denoncim nga një qytetare e cila shprehet të shqetësuar në lidhje me produktet ushqimore, të cilat nuk janë të sigurta edhe brenda afatit të skadencës. Brenda makaronave Misko, ajo ka konstatuar insekte dhe mbetje të tjera jo ushqimore. Qytetarja shprehet: "Dua të ndaj me ju një shqetësim. Bëra pazarin në supermarket dhe kur shkoj në shtëpi, shikoj se makaronat Misko ishin të mbushura me pisliqe, insekte dhe mbeturina brenda makaronave. Nuk di më se me çfarë t'i ushqejnë fëmijët. Tmerr. Fatmirësisht e pash, por nëse nuk do të isha treguar e kujdesshme, do i kishim konsumuar. Ju lutem, bëheni publik të shqetësim. Bëhet fjalë për jetën dhe shëndetin tonë." Edhe pse paketimi i makaronave është i mbyllur, me sy të lirë shihet prezenca e insekteve. Lidhur me këtë shqetësim të adresuar në televizionin Ora News, i jemi drejtuar me një kërkesë për informacion subjektit Agna, duke i bashkangjitur kërkesës një foto të produktit me probleme. Në kthimin e përgjigjes, administratori i Agnas, zoti Kristo Naçi, na bë me dije se shoqëria e tyre është tregtuese e këtyre produkteve, jo prodhuese. Njëkohësisht, na u kërkua që t'i tregojmë paketimin e makaronave. Për të qenë plotësisht transparent me subjektin, gazetarja që ndoqi rastin ka shkuar në subjektin e Agnës, ku ka kërkuar një takim me administratorin zotin Kristo Naçi për t'i vënë në dispozicion video denoncimin e mbërritur. Nga përfaqësues të kompanisë na u bë me dije se ky takim do të zhvillohej në një moment të dytë dhe për këtë do të na njoftonte vetë subjekti. Shqetësimi i qytetarëve qëndron në faktin se problematika po evidentohen jo vetëm te produktet që i ka kaluar afati skadencës, por edhe te ato që janë brenda afatit të skadencës. Më herët televizioni Ora News ka denoncuar skandalin se qytetarë shqiptar kanë konsumuar mish të infektuar me bakterin e salmonelës. Vetëm disa ditë pas publikimit të këtij skandali, është shkarkuar nga detyra drejtori i AKU-s në Tiranë, Fatjon Pasholli.